Gjatë nxitjes këtu në njërin prej malësive të Kosovës, e rastisëm një dru që qenë ka në formë të karrikës. Dhe është interesant që këtu faktikisht më gjej shumë komfort dhe shumë rahati në uljen në një karrikë të kësaj natyre, natyrale, se është diçka e re për mu. Kur ta shikojsh, njeriu gjithmonë është mirë me pas një balancë. Në kohët e mëhershme njerëzit nuk kanë pas luks. Kanë pas gjërat më të vrashta, më të vështira dhe luksin më të vogël që e kanë shiu i ka kënaq tej mase. Se kanë pas balancë, janë mësu me gjëra vështira, pastaj kur i ka ardhur ndonjë begati, ndonjë ushqim i mirë apo ku e diu në çfarë, i ka kënaq tej mase. Po tash ka ardhur koha tjetër. Po jetojnë njerëz në qytete, po kanë lukse të shumta. Tash ajo çka i mungon njerëzve është faktikisht diskomforti, me dalë prej rahatisë. Edhe në atë moment që del prej luksit në mos rahati, e arrin atë balancin. Dhe kjo shkakton pastaj rahati psiqike shpirtërore. Se mos rahatia sjell rahati. Edhe kjo në nivel hormonal, siç studiohet, pra, nëse rriten disa hormone shumë për shkak të kënaqësisë tepër luksit, pastaj nuk janë ndjen shihen asgjëje. Për atë arsye duhet me mbajt një balancë midis kënaqësisë edhe dhimbjes. Sa herë që të rritet kënaqësia më shumë, duhet me përjetu dhimbje më shumë, dhimbje fizike. Dhe kur të shtohet dhimbja fizike shumë, atëherë duhet me balancuat me kënaqësi trupore, me pushim e me gjëra të kësaj natyre.